madhë nëse shkojmë japin emra vetë. Absolutisht. Pa e pas një marrëveshje politike me zotin Kurti. Shkruar ato, të shkruar publikisht. Absolutisht shkruar, se na jemi dëshmitar se sa herë janë marrë vesh me zotin Limaj në për takime, në fund kur ka shku atje ka prej në besë. Është i tillë si lider zoti Kurti. Prandaj nuk i besohet. Dhe është gjithçka të shku në bazë të planit qysh e ka bë ai. Prandaj mendoj si partitë opozitare në këtë rast, cilat nuk e kanë pas asë një reagim ma të voglin prej që datës 28 dhjetor, kur i humbën zgjedhjet, e kur i gjithë procesi ke i koordinume, i planifikume, i rregullume, i manipulume të gjitha, edhe asë një reagim, dhe me thonë, ato përshkojnë që e dha profesori Nimani, përshkojnë vi për pe zotit Kurti në planet e ti. Çfarë duhet bëjnë ato në këtë rast, Shala? Po, këto tash duhet me thonë zotit Kurti që të kandidatin edhe që të votoje, s'ka, nëse nuk kanë çka me marrë pjesë partitë opozitare në këtë rast, në këtë proces. Çka kanë me marrë pjesë, kur nuk i kanë as numrat, nuk e kanë as fuqinë. A është presidenti detyre të gjithëve? Edhe tani mbetet në ta